të ushtrojmë gjithë presionin e mundshëm në mënyrë që institucioni i cili është ngarkuar me monitorimin e zgjedhjeve të krijojë kushtet optimale për çdo person për të votuar, pasi e drejta e votës është një drejtë kushtetuese dhe padyshim sidomos për personat me aftësi të kufizuar, në mënyrë që mos të ngelet asnjë person pa votuar në ditën e zgjedhjeve. E kuptoj. Dhe një koment fundit më duhet nga ju, zoti Gjoni. E kam temën pas pak për Irena Gjokën. Si u ndjet kur doli letra që Irena është e dënuar dhe ka mashtruar, siç thotë dhe personazhi i famshëm i TikTokut, me dokumenta? Kjo është një ngjarje e cila është për librin Guinness, megjithse profesor doktor Sali Berisha ka kohë që e turpenton dhe është një fat që vendimi gjyqësor është në durët e Sali Berishës, sepse nganjëherë nuk është shumë e lehtë për të marrë dokumentacione nga shtetet huaja dhe është tepër sipas asaj që deklaroi edhe zoti Berisha edhe me ndërhyrjen e institucioneve amerikane nuk është lejuar që të merret, por shteti grek dhe njerëzit të cilët kanë vullnetin dhe dëshirën për të dhënë informacionin e dur, e kanë vënë në dispozicion. Kjo është një shkelje flagrante dhe padyshim që për mendimin tim institucionet shtetërore duhet të ndërhyjë dhe të gjitha vendimet të cilët i bien gjithë vendimet e saj praktikisht. Të gjitha vendimet e saj do të konsiderohen vendime nul. Faleminderit Gjingjoni. Person i cili nuk përmbushte statusin e qendër gjyqtare. E drejt absolutisht, sidomos tani që e dim që është e dënuar dhe e dim që ka mashtruar me letra. Faleminderit Gjingjoni. Duroj ditë të mbar, do të qëndrojmë te Irena